ka ardhur si pasojë e jo edukimit medial. Nëse kemi edukim medial tek tritë janë masa më e madhe që e përdorin Facebookun ose Instagramin ose TikTokun, nëse kish me pas edukim medial, pastaj edhe ata e kishin kuptuar që çka do që del në rrjetet sociale, qoftë lajm, qoftë fotografi e një profili privat ose shoku i shoqës, nuk është e vërtet, nuk është reale, nuk është pasqyrë e realitetit. Kështu që mungon edukimi medial, pastaj krejt kjo pjesa negative e rrjeteve sociale vjen. Po ta kishim një edukim të mirë, sa i përket mediave edhe tash mediave online, ndoshta nuk e kishim menduar të në kohën edhe vetë postimet secili që postojmë jemi aktiv, i kishim bërë pak më ndryshe. Kështu që është një farë, është mendimi jam, është një farë problemi më i madh kjo. Ç'është më ndryshe? Për shembull, çka nuk kishim bërë nëse nuk kishin ekzistuar rrjetet sociale, besojmë nëse s'është kjo. Jo, mos ekzistimi i rrjeteve sociale, po nëse gjithë njerëzit e kuptojnë pak a shumë filozofinë, se unë po them realisht, i kam kuptuar shumë mirë rrjetet sociale kur kam filluar me punu në media, kështu që pastaj nëse gjithë kishim pas të njëjtat informacione për këtë çështje, sigurisht që kishim e postu ndryshe se e dim që gjithë secili që kjo doket qështu realisht, që kjo nuk doket. Çka kishte ndryshuar për shembull nga postimet, tash përmbajmë pak pyetje personale. Çka kishte ndryshuar të postimet e tua që i bën? Unë kisha mshil profilin tem totalisht, se momentalisht jam në atë fazën ku po menaxhoj një profil dhe një faqe për një biznes familjar, edhe jam të në kontakt me ekspert të rrjeteve sociale, miq